Të zotëri Preparim Krasniqi. Drejtor, përshëndetje, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Drejtor, që të mos ju marrë më shumë kohë, kishim një diskutim që patëm raportuar edhe më herët, patëm diskutuar këtu zbashku, pra bëhet fjalë për rrugën Bekimisma në Rahovec dhe problemet pra që kanë pasur me pustetat aty, kanë qenë pustetat e hapura. A mund të dërgoni, drejtor, të paktën një ekip për të parë si qëndrojmë me rregullimet në atë pjesë, sepse pra bëj fjalë për një kohë të gjatë që qëndronin në atë gjendje. Paktën në verifiku si është situata. Kështu, ne kemi intervenuar në atë pjesë, në rrugën Bekimisma, i dërgova edhe foto dëshmi të intervenimit që ne pas në atë rrugë, i keni domethënë si fotografi, po ashtu do të intervenojmë edhe pjesë tjera ku kanë nevojë, sidoqoftë ne ekipën e kemi dërguar, besoj që shumë shpejt edhe aty ku ka ndonjë dëmtim eventualisht të pusetave, do të intervenojmë pa kurrë probleme. Po, përndoj shumë, drejtor, të mos i marrë më shumë kohë, sepse vetëm deshta ta diskutojmë sërish këtë. Falenderoj shumë për këtë deklaratë. S'ka gjë mirë, pa shumë të mira. Faleminderit shumë.